dhe Turqia të pranojë ndarjen e Sirisë, ajo të marrë një pjesë, ta të marrë një pjesë, ta të marrë një pjesë. Sepse siç thash, Turqia po lufton për marrjen e primatit. Turqia, Izraeli u mundua ta fuste në të kurth Arabinë Saudite gjatë luftës 40 ditore, pasi i propozoi Emirateve të Bashkuara që të bashkohen në një koalicion luftarak me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për të sulmuar Iranin, gjë që Emiratet e Bashkuara e bën dhe i kërkoi këtyre që të fusin në këtë koalicion edhe Arabinë Saudite. Dhe kemi një telefonat gjatë atij muaji midis drejtuesit, pra emirit të Emirateve të Bashkuara, bin Zayedit, me drejt udhëheqësit të Arabisë Saudite, bin Selmanit, ku i ka kërkuar futje në këtë koalicion dhe përgjigjja e Arabisë Saudite ka qenë e shkurtër, e thjeshtë, jo, sepse në rast se do ta bënte këtë në një koalicion për të sulmuar Iranin, automatikisht primatin e botës sunite në këtë moment do e merrte Turqia, e cila nuk merr pjesë në këtë luftë. Është qartë. Pra këtu bëhet thjesht për interesa gjeopolitike dhe geostrategjike ekspansioniste të dy vendeve, të Turqisë dhe të Izraelit. Të dyja kanë interesa ekspansioniste, geostrategjike dhe geopolitike kundrejt gjithë botës arabe, kundrejt gjithë botës sunite dhe muslimane. Njëra për të marrë, se dyja e kanë për të marrë territore, por Turqia ka edhe për të marrë primatin e botës sunite dhe arabe. Ndërkohë, Dritan, siç e tham, që konflikti SBA-Iran ka shumë gjasa, nisur nga retorika, nisur nga të dhënat në terren, që mund të shkohet drejt një paqe, edhe një konflikt tjetër, ai që shënoi një nga momentet më të rëndësishme të paktën në kontinentin evropian, është lufta Rusi-Ukrainë, duket sikur ka sinjale, sepse Zelenski i ka bërë një letër të hapur presidentit Putin. E para, si e lexove këtë letër, e dyta pastaj do të shkojmë tek ideja e një mundësie për një armëpushim afatgjatë edhe atje, me që Zelenski propozon për një takim personal me presidentin Putin. Letra hapur e Zelenski i drejtohet Putinit dhe Trumpit. I drejtohet të dyve letra hapur. E para, kjo letra hapur bëhet për disa qëllime. Është një letër e hapur që cilën e bën dhe është nxitur nga Bashkimi Evropian, pra është Bashkimi Evropian ai qëndron mbas asaj letre të hapur dhe të nxitur. E para bëhet për politikë të brendshme, pra Zelenski, duke qenë se rrjeti i tij i njerëzve të afërt aktualisht ndodhet nën hetim nga prokuroria speciale në një pjesë të arrestuar, vazhdon akoma hetimi, vazhdon sekuestrimi i pronave të njerëzve të rrethit të tij për korrupsion. Aktualisht i duhet kjo letër për të tërhequr vëmendjen, pra një politikë e brendshme për treguar se ky është një person i rëndësishëm, i cili vazhdon akoma të ketë në dorë fatet dhe ky mund të përcaktojë se si do të shkojë lufta e Ukrainës. E dyta, po shfrytëzon një moment, pra një avantazh, pra këtë momentin që amerikanët nuk e kanë mendjen te Ukraina, po janë të gjithë të fokusuar te Irani. Dhe pse po shfrytëzon këtë? Po shfrytëzon këtë moment dhe po ta lexoni letrën, letër përcaktohet qasisht që në atë kohë në momentin që juve jeni të angazhuar, letra thotë në momentin që juve jeni të angazhuar në Iran dhe jeni të tërhequr në Iran, pra do të ishte mirë që këtë ta merrte Bashkimi Evropian, pra rolin negociator që e ka pasur deri më sot Trumpi, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës, midis ta merrte Bashkimi Evropian. Pra, dhe kjo tregon që letra e tij është nxitur nga Bashkimi Evropian. Pra Bashkimi Evropian kërkon të zëvendësojë në këtë moment Amerikën direkt me Rusinë për të rritur geopolitikisht, sepse Bashkimi Evropian tashmë ka dalë jashtë loje. Si forcë geopolitike nuk ekziston më. Pra nuk u pyet për luftën në Iran, nuk po pyet për luftën në Iran, nuk u pyet për marrëdhëniet me Rusinë, me Ukrainë, pra erdhi Trumpi tha unë bisedoj, unë ndërpres, unë i bëj gjitha dhe këta mbetën jashtë lojës. Pra nuk ishin asnjë tavolinë bisedimi nga ato që organizoi Trumpi. Dhe tashmë këta e kanë kuptuar gabimin që bën që refuzuan në fillim. Dhe tashmë mundohen që këtë refuzim, këtë gabim tash ta zëvendësojnë me tilla gjëra, me tilla makinacione. Dhe ky është një makinacion i nisur nga Bashkimi Evropian. Dhe fakti që Zelenski në këtë letër të hapur kërkon që Evropa ta zëvendësojë Amerikën në bisedime, sepse juve s'keni kohë, juve jeni pra të marrë me atë punë, është thjesht një makinacion evropian. Që Evropa sërish të ringrihet, pra në rast se Evropa e zëvendëson Amerikën në bisedimet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Rusinë, automatikisht asaj i jep një vlerë gjeopolitike, pra e bën një faktor politik edhe Evropën në këtë botë, sepse pse bën një faktor? Sepse tashmë u pa që faktorët kryesorë janë 3. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina. Është qartë. Pasi kemi parë këto lëvizjet e tyre të fundit, pra Trumpi vajti në Kinë,
Putini vajti në Kinë, po bëhet faktor edhe Irani, pse po thonë dhe Evropa po mbet jashtë kësaj loje, totalisht. Jashtë gjeopolitikës botërore. Dhe kjo është një përpjekje që Evropa të hyjë në këtë tavolinën gjeopolitike e ndarjes fatave, sepse nuk është më. E treta, një letër e tillë tregon që nuk ka më asnjë komunikim nga ato komunikimet e fshehta ose nga ato komunikimet sekrete që mbajnë të hapura dhe që nuk deklarohen. Pra nuk ka komunikim sekret midis Ukrainës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe midis Ukrainës dhe Rusisë që ka pasur pra. Këto komunikime, linja komunikimi diplomatike. Nuk ka më, do me thënë që Zelenski është mbyllur dera në Washington. Dhe kur të mbyllet dera ti e detyrohesh të bësh një letër të hapur për të rrequr vëmendjen. Pra do të thotë që komunikimi diplomatik që ka qenë që mbaj sekret, ai që nuk publikohet, pra ku themi sekret, pa ai që nuk publikohet. Po. Nuk ekziston më. Pra në Washington është mbyllur kjo derë për Zelenskin. Dhe po kërkon që të rifutet sërish, pra të rihapet kjo derë, po duke bërë një letër të hapur. E katërta, kjo letër tregon një dobësi totale në moment të Ukrainës, se pavarësisht se letra fillon duke treguar që Rusia është e dobët, Rusia s'ka kapacitete, në fund pastaj kërkon të ulet tavolinë. Atëherë kur ti je fitimtar, ti nuk i kërkon atij humbsi të ulesh tavolinë. Duhet Putini ta bënte një letër të tillë, në rast se Rusia është humbse, sipas letrës së Zelenskit. Dhe jo Zelenski që është fitues. E qartë. Pra tregon dobësi totale. E pesta është dhe sërish vjen Evropa në lojë. Evropa ka përcaktuar, është në bisedime dhe aktualisht jo zyrtarisht, tashmë po thuhet se doli presidenti i Finlandës, tha që unë do jem personi që jemi marrë vesh në Evropë që të bëj negociatorin ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Presidenti i Finlandës. Po, presidenti i Finlandës. Ndërkohë që presidenti i Finlandës është një figurë e papranueshme, pra çdo figurë politike aktuale në Evropë është e papranueshme si negociator me rusët. Është e papranueshme për arsye se janë qenë palë. Pra ti nga palë nuk mund të bësh negociator, nuk mund të bësh i paanshëm. Trumpi u pranua si negociator për arsye se Trumpi vërtet ishte amerikan, po Trumpi ka qenë është shprehur kundra luftës në Ukrainë, që kur ka nisur që në 2020. Dhe për këtë, qëndrimi ka qenë i tillë dhe për këtë arsye u pranua nga rusët si negociator në këtë mes. Se nuk ishte palë si individ, pavarësisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin palë. Kurse këta janë individ, pra presidenti i Finlandës e të tjerët janë shprehur edhe me fjalë të rënda ndaj Rusisë. Dhe kjo ata i ka bërë palë dhe nuk mund të bëjë negociator. Dhe kjo bëhet në aspektin sepse Putini deklaroi para disa ditësh që unë do të pranoja si negociator midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë Schröderin, ish kancelarin gjerman. Schröder. Pra Putini mund ta pranonte Schröderin. Po, Schröderin, tha unë do ta pranoja Schröderin. Dhe Schröderi aktualisht ndodhet në Rusi, ka vajtur në forumin ekonomik ndërkombëtar që po zhvillohet në Shën Peterburg. Në Shën Peterburg, po, Shën Peterburg e pash atë. Është i ftuar aty Schröderi. Por problemi është që kryetari i Komisionit Parlamentar, që është kjo nazistja Ursula von der Leyen, normalisht që me Schröderin pra janë rival politik në Gjermani, kanë qenë rival politik në Gjermani dhe nuk mund të pranojë që Schröderi të përfaqësojë sepse humbet vlerat kësaj dhe kjo do të dërgojë një person që e kontrollon kjo dhe jo një person që nuk e kontrollon dot kjo. E qartë. Prandaj edhe kjo letër ka ardhur në këtë dhe kjo letër pastaj ka ardhur edhe në një moment tjetër. Dje kur është publikuar kjo letër, po dje ka filluar forumi ekonomik ndërkombëtar në Shën Peterburg dhe po dje është sulmuar Shën Peterburgu nga Ukraina me drone. Është sulmuar dje me dron nga Ukraina Shën Peterburgu. Dhe në rast do ta ndihmoj regjia me disa harta që kam sjell. Po, regjia janë ato hartat që nisëm në fillim. Po, me ato avionët që tregojnë. Ja, këto harta dhe kjo harta tregon gjatë kohës që janë bërë sulmet. Pra gjatë kohës që janë bërë sulmet, gjitha këto fluturime, këto që shihni, këto janë fluturime të avionëve të NATO-s që bëjnë zbulimin strategjik. Po. Dhe këta janë avion që kanë zbulim strategjik 250 deri 550 km. Pra këta janë avionët. Avaksat. Dhe këta avion kanë fluturuar dje gjatë gjithë kohës që kanë qenë në ajër, gjatë gjithë kohës që dronët Ukrainas kanë fluturuar nga Ukraina, kanë hyrë në territorin evropian, në këtë territorin e vendeve balltike dhe kanë goditur Shën Peterburgun në fund atje. Sipër. Pra fluturimi i tyre në të njëjtën kohë dhe avionëve të NATO-s në të njëjtën kohë kanë mbuluar fluturimin e dronëve, kjo është Shën Peterburgu, pra kanë mbuluar fluturimin e ky është një avion tjetër Avax që i përket Suedisë dhe ka fluturuar mbi territorin e Finlandës në kufi me Rusinë.
Gjatë gjithë kohës që dronët fluturonin, pra në momentin që fluturojnë dronët, dhe në momentin që fluturojnë edhe një sasi e madhe avionëve, atëherë këta kanë mbuluar kalimin e dronëve Ukrainas në territorin e NATO-s. Dhe jo vetëm që e kanë mbuluar, por edhe e kanë dirigjuar, sepse në momentin që këta janë ngritur, këta kanë arritur të kapin veprimtarinë e forcave kundërajrore, gjendjen e forcave kundërajrore të radarëve rus, duke i mundësuar dronëve që të depërtojnë, të depërtojnë në këtë rrjetën dhe të godasin objektiva në Shën Peterburg. Pikërisht dje kur bëj forumi, kur ka nisur forumi. Pra letra ka ardhur dhe letra tërheq vëmendjen e asaj çfarë në realitet është. Dhe për këtë arsye kjo e bën të pamundshme Evropën si një pjesëmarrëse në këtë tavolinë për të zëvendësuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është pamundur që Evropa të zëvendësojë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është pjesëmarrëse totale në të gjitha këto lojra që po bën. Pavarësisht tentativës së saj për të zëvendësuar Amerikën në pra jemi larg Dritan, jemi shumë larg asaj. Me që po vinë zgjedhjet në SBA, thash mos jo, jemi shumë larg asaj, nuk ka mundësi dhe për këtë arsye tashmë edhe vendet ndryshme evropiane kanë filluar dhe hyn në bisedime direkt me Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështje të ndryshme. Kështu që deri në nëntor po thua sinjalet janë larg. Ofensiva ruse vazhdon njëkohësisht. Shiko, nuk ka ofensiv, do të kemi parasysh. Ai sistemi që paralajmëroi vazhdon lufta, aktualisht në të gjithë vijën e frontit të rusët janë në avancim. Pra nuk ka tërheqje të forcave ruse, nuk ka humbje të territorit nga ana e Rusisë, po ka humbje të territorit nga ana e Ukrainës. Ka përqendrime diku të forcave për arsye të nevojave operacionale dhe taktike. Por nuk është një ofensiv në konceptin e ofensivës, pra kanë mbaruar koncepti i ofensivës aktualisht për shkak edhe të teknologjisë, për shkak edhe të zhvillimit të doktrinave luftarake dhe të teorive luftarake të reja, për shkak edhe të kapacitetit të intensitetit të madh të luftës dhe zbulimit elektronik të madh që ekziston, është e pamundur sot që pikërisht në Ukrainë të arrisë të krijosh më ofensiva të mëdha si në konceptin siç kanë qenë ofensivat e mëdha. Dhe kjo do të kërkojë nevoja të mëdha për ndryshimin e doktrinave ushtarake, doktrinë cilën NATO-ja dhe as vendet e tjera të NATO-s, të cilat bëjnë pjesë edhe neve, nuk e kemi marrë parasysh dhe nuk kemi ndryshuar asnjë doktrinë, asnjë taktikë luftarake, asnjë. Pra, vazhdojmë të operojmë me konceptin e doktrinave të vjetra dhe taktikave të vjetra ushtarake, ku ti mund t'i grumbullosh një batalion në një vend. Sot ti nuk mundet të grumbullosh më shumë se 50 veta në asnjë vend, sepse kudo që ta grumbullosh të 50 vetësh, ai është i zbulueshëm sot, qoftë nga dronët, qoftë nga avionët, qoftë nga satelitët, dhe duke qenë se dronët sot kanë marrë një kapacitet të madh, por edhe artilleria kundërajrore, edhe artilleria toksore ka marrë një kapacitet të madh dhe është rritur sasia, pra ka sot artilleria që prodhojnë sot edhe amerikanët, edhe rusët kanë arritur që të shkojnë deri në 75 kilometra. Pra ka qenë deri 45-30 tashmë shkojnë deri në 75 kilometra një artillerie e thjeshtë, një top 152, një top 150, 155 shkon deri në 75 kilometra dhe plus që shkon deri në 75 kilometra, predhat kanë filluar prodhojnë predha inteligjente. Pra e lëshon predhën dhe predha mund edhe të devijojë, pra të ikë dhe të drejtojë të godasë objektivin. Pra një gjë e tillë ta pamundson ty grumbullimin e forcave dhe të pamundson bërjen e një ofensive në konceptin e vjetër. E qartë. Dritan, jo më kot sot, domethënë kam lënë hapësirë në fakt për diskutuar rreth një fenomeni që po ndodh në Shqipëri që në fakt ka marrë vëmendjen e gjithë botës, që janë protestat që shpërthyen për sa i përket asaj që planit dhe projektit të Jared Kushner dhe Ivanka Trump në Zvërnec. Pash një koment tëndi në Facebook, do doja shumë një këndvështrim tëndi në raport me mënyrën si shikon ti këto protesta. Protesta është një organizim kolektiv për të shprehur një pakënaqësi në rrugë, duke qenë se atë pakënaqësi dhe atë shqetësim që ti ke, pushteti nuk ta ka marrë parasysh kur e ke shprehur në mënyra zyrtare në rrugët e përcaktuara zyrtarisht nga shteti. Ky është definicioni. Pra, ky është definicioni i protestës. Pra, duke qenë se shteti nuk të ka marrë parasysh kërkesat e tua, nuk ka marrë parasysh, nuk ka do të dashur të dëgjojë ty afare, ka marrë vendimet e veta. Pra qeveria ka marrë vendimet e veta pa të pyetur, pa të marrë mendime, pa asgjë, atëherë në moment ti je i detyruar të drejtohesh protestës që qeveria të dëgjojë protestën, sepse qeveria dëgjon protestën dhe nuk të dëgjon ty në rrugët zyrtare që ka përcaktuar të dëgjesës. Çdo lloj proteste është e nevojshme, sidomos në vende si Ballkani, ku pushteti i gjatë automatikisht kthehet në autokraci. Dhe pushteti i gjatë në Shqipëri, në çfarëdo lloj pushteti që kalon, çfarëdo lloj qeverie që qëndron mbi 8 vjet në pushtet në Shqipëri, kthehet në autokraci. Nuk
mund të ikësh kësaj. Sepse jemi një vend i vogël, kemi një eksperiencë autokratike, vazhdojmë dhe njerëzit, duke qenë se jemi vend i vogël, kemi interesat të ngushta dhe jo interesat të mëdha. Pra njerëzit janë të lidhur me interesat të ngushta të vogla, ato jo nuk shohin gjërë. Pra unë shoh juve vini sot në pushtet, unë kam interes të ju mbështes juve se unë do hyn në punë, do fus në punë, do marr një leje toke, do marr një leje ndërtimi, do marr një interes. Pra gjithnjë bëhet për interesat ngushta dhe në rast se kjo bëhet për interesat ngushta, krijohet një lloj varësie e besnikërisë në mënyrë të ngushtë. Dhe unë ta jap këtë, ti më kërkon votën, unë ta jap kërkon votën, po kjo nesër kjo ty të jep dhe duke qenë se ti duke marrë këtë votën time, duke marrë këtë mbështetjen time, duke marrë këtë besnikërinë time për shkak të interesit që un kam pasur, këtë interesit të ngushtë, ti nesër këtë e shfrytëzon dhe i jep vetes të drejta më të mëdha, të cilat unë nuk mund t'i kundërshtoj për arsye se ti më ke dhënë diçka që ndoshta më takonte, por e ka marrë përpara se ta merrte dikush tjetër që takonte më përpara se unë. E qartë. Është një lloj skllavërie drejta. Pikërisht. Dhe në moment që futemi në kjo të çon drejt një autokracie të pashmangshme. Prandaj çdo lloj qeverisje në Republikën e Shqipërisë që kalon mbi 8 vjet është autokratike dhe nuk duhet të qëndrojë më. Pra ne do të bëjmë me kushtetut që vetëm 8 vjet duhet të jetë kryeministri. Pra të ndroj tjetri, vit tjetri, siç bëhet për kryetarët e bashkive, të bëhet për vetëm 2 mandate. Ndryshe ti nuk mund të ketë, nuk mund të kesh një kryeministër më shumë se 2 mandate sepse bëhet autokrat. Siç bëhet edhe kryetari i bashkisë, siç bëhet edhe tjetri. SBA-ja fjala vjen Pikërisht, edhe ne duhet ta bëjmë këtë gjë. E para e dyta, dhe çdo lloj proteste është e nevojshme, sidomos në Republikën e Shqipërisë. Aktualisht ne pavarësisht se flasim për një qeverisë, ne kemi ndryshuar fytyrat në Republikën e Shqipërisë, por që 36 vjet kemi të njëjtin sistem. Sistem kleptokratik në dëm të interesave kombëtare shqiptare. Sistemi i cili ka vjedhur gjithçka çka mundur. Pra, ka marrë atë çka nuk është e tija dhe ja ka shitur më të fortit, ja ka shitur atij që paguan më shumë, ja ka shitur atij kriminalit me cilët e ka ngritur vet. Kemi një qeverisje në sistem në Shqipëri që këto 36 vjet është bërë, nuk mund të dallosh ku është krimi dhe ku është politika. Pra nuk e dallon dot ku ndan krimi dhe politika. Nuk bën dot asnjë dallim sot. Po. Nuk ka ndarje. Aty ku nuk ka drejtësi thot, janë qeverit përveç se banda. Ajo është. Për këtë arsye, unë mendoj që shqiptarët nuk kanë nevojë t'ju shpjegosh ose të analizosh përse duhet protestojnë. Duhet protestojnë sepse shqiptarëve sot nuk ju del rroga për të përfunduar, për mbyllur muajin. Ka shqiptarë sot me mijëra dhe me qindra shqiptarë sot që kanë punuar këto 36 vjet të këtij sistemi dhe nuk munden të blejnë një shtëpi, janë pa shtëpi. Ka shqiptarë sot që kanë punuar 36 vjet në këtë sistem, por kanë punuar edhe një 30 vjet në sistemin që ishte dhe sërish nuk kanë shtëpi. Me qartë. Pse? Sepse sistemi ka ndërtuar një vlerë, ka humbur, ka sulmuar të gjitha vlerat dhe i ka dhënë fuqi një pakice e cila e ka bler mbështetjen politike. Kurse ai tjetër që nuk ka pasur mundësi ta blejë mbështetjen politike, ai është anashkaluar, ai është bojkotuar, ai është sulmuar, ai është injoruar, ai është anatemuar, ai është sulmuar. Për këtë arsye unë nuk mendoj që shqiptarëve duhet t'ju shpjegojmë se përse duhet të protestojnë. Sepse sot shqiptarët, po t'i shohësh kanë mbetur si qyqe mosha e tretë. Pse? Se fëmijët e tyre kanë ikur. Jo se duan, po se nuk munden më të gjejnë një zgjidhje këtu, nuk munden më të ngrenë një të ardhme këtu, nuk munden më që fëmijët e tyre të kenë një të ardhme këtu. Fëmijët tanë këtu nuk kanë të ardhme. Pra, për 36 vjet kemi një sistem i cili ka ndryshuar fytyrat dhe emrat. Për 36 vjet kemi një sistem i cili ka qenë dikur Nano, Berisha, Basha, Meta, Majko, Tashi Rama. Pra këta janë vetëm emra që ndryshojnë sistemi, ka mbetur